Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet nga shtëpia me zgjertës Aldos së Rizartës, Viserlos dhe Olës është tepër i lartë. Edhe pse nuk është një nga nominimet më të fortë, sërish sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet. Nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë për të larguar e ka Viserlo me 45% të votave, i ndjekur nga Ola me 18% të votave, më pas Rizarta me 17% të votave për të larguar, më pas Aldo me 13% të votave, dhe në fund Gertha me 7% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por edhe pse Viserlo ka përqindjen më të lartë për të larguar, sot do të largohet Rizarta, pasi është produksioni ai që vendos dhe një histori dashurie mes Aldos dhe Olës mund të ndryshojë dinamikat e lojës. Kujtojmë se këta banorë shkuan në televotim nga nominimet që vetë banorët bën për njëri tjetrin, përveç Gertës, e cila është në nominim të përhershëm. Po ju, kush mendoni se do të largohet?